Incident në Burg, këngëtari i njohur dërgohet me urgjencë drejt spitalit. R. Kelly u dërgua me urgjencë në spital pas një mbidoze droge në Burg, ku po vuan një dënim me 30 vjet burg për zhvatje dhe shfrytëzim seksual. Sipas një dokumenti ligjor, këngëtari 57 vjeçar, emri vërtet i të cilit është Robert Sylvester Kelly, u vendos në izolim në 10 qershor dhe ju dhan ilaçe kundër ankthit nga stafi i burgut. Sipas avokatit të tij, ati u dhan ilaçe shtesë, po atë ditë dhe ju kërkua t'i merrte. 3 ditë më vonë, artisti tha se ndjeu marramendje dhe dobësi dhe u ankua se shihte njolla të zeza në shikim. Më pasi rat fikët dhe u dërgua në spitalin universitar Duke. I njëjti dokument vëren se ai është dëgjuar duke i thënë një antari të stafit: "Kjo do të hap një kuti të re të Pandorës. Incidenti është në nënhetim", ndërsa ngrihen pyetje në lidhje me mënyrën se si shërbimi i burgut e ka trajtuar situatën. Ai po vuan një dënim me 30 vjet burg pasi u shpall fajtor për një sër veprash penale që dolën në dritë përmes lëvizjes meteo, e cila zbuloi natyrën sistematike të shkeljeve të tij seksuale.